Bekim Bulica është sërish në kërkim, këtë herë jo pas një konflikti të zakonshëm, por pas një vrasje që tronditi Ksamili në kulmin e sezonit turistik dhe që nxori në dritë një zinxhir veprimesh e mosveprimesh të stafit të principotes lokalit që ai drejton. 6 ditë pas vrasjes së 20-vjeçarit portugez Luis Miguel Varea Mendes, Bulica ende nuk është kapur. Policia ka zhvilluar kontrolle në disa zona të vendit, përfshirë Kuksin, Tiranën dhe Vlorën, ndërsa një nga pistat e hetuara ka qenë edhe mundësia që ai të jetë larguar drejt Kosovës. Por ndërsa policia e kërkon, historia e Bulicës me drejtësinë ngre një tjetër pikë pyetje, si arrin një person që është shpallur disa herë në kërkim të largohet dhe të rishfaqet sërish në skena të rënda kriminale. Në rastin e principotes, Bulica rezulton i larguar me njëherë pas ngjarjes. Sipas të dhënave të publikuara nga hetimi, ai ndodhej në lokal kur nisi konflikti që përfundoi me vrasjen e turistit portugez. Dhe ajo që ndodhi atë mëngjes e bën edhe më të rëndë nevojën për të sqaruar rolin e tij. Nga të dhënat e deri tanishme rezulton se pas konfliktit një pjesë e stafit nuk njoftoi menjëherë policinë. Në lokal kishte edhe persona që ushtronin funksione policore. Mojsid Matusha, efektiv i kufirit, dhe Romeo Shehu punonjën si policisë bashkiake, të cilët së bashku me Kristi Koshin janë akuzuar se nuk ndërhyjnë për parandalimin e ngjarjes dhe nuk njoftuan policinë e shtetit. Sipas materialeve të dosjes të raportuara në media, ndërsa viktima ndodhej e plagosur dhe ndihmohej nga turistë të tjerë, për Sokrat Vatën, të akuzuarin për vrasjen, u vënë në dispozicion makina e një punonjësi të lokalit. Policia nuk u njoftua nga drejtuesit e biznesit apo nga personat e sigurisë, por nga DJ i lokalit, i cili sipas dëshmisë së publikuar, telefonoi vetëm pasi ishte larguar nga vendi i ngjarjes. Varea Mendes u nxori jashtë ambienteve të lokalit dhe u la në zonën e plazhit, ndërsa raportimet e para flasin për një interval prej afro 3 orësh deri në ndërhyrjen e autoriteteve. Në këto kushte, pyetja nuk është vetëm pse nuk u njoftua policia në kohë. Duhet zbardhur nëse viktimës ju dha menjëherë ndihma që kërkonte gjendja e tij, kush mori vendimet pas konfliktit dhe nëse veprimet e personave të pranishëm favorizuan largimin e autorit të dyshuar. Nuk mund të thuhet si fakt i provuar se një ndërhyrje më e shpejtë do t'ja kishte shpëtuar jetën 20-vjeçarit. Këtë mund ta përcaktojë ekspertiza mjekoligjore, por fakti që autoritetet nuk u njoftuan menjëherë dhe se i riu mbeti pa ndërhyrjen e tyre në minutat kritike e bën këtë një nga çështjet që hetimi duhet të sqarojë deri në fund. Ndërkohë Sokrat Vata arriti të largohej nga Ksamili. Ai u arrestua më vonë në zonën e Fierit, i fshehur në bagazhin e një automjeti. Edhe një punonjës policie, Mojsid Matusha, i është ndaluar në ndyshimin se e ndihmoi Vatën të largohej. Bekim Bulica ndërkaq u largua dhe vazhdon të kërkohet. Dhe kjo nuk është hera e parë. Historia e dokumentuar e Bulicës me drejtësinë shkon të paktën deri në vitin 2019. Më 19 shtator të atij viti në Kukës ndodhi një ngjarje ku u qellua me armëzjarri në drejtim të automjetit të shtetasit me iniciale FC. Më 14 nëntor 2019, gjykata e rritit gjyqësor Kukës caktoi ndaj Bekim Bulicës masën e sigurisë arrest me burg për veprat penale kanosje dhe mbajtje pa leje armëve dhe municioneve luftarake. Por Bulica nuk përfundoi atëherë në prangat e policisë shqiptare. Ai u shpall në kërkim ndërkombëtar dhe u desh ndërhyrja e autoriteteve franceze që të lokalizohej. Vetëm më 17 shkurt 2021, afro një vit e gjysmë pas ngjarjes, Interpol Tirana njoftoi se 31 vjeçari ishte kapur në Francë dhe ishte ekstraduar drejt Shqipërisë fal bashkëpunimit me Interpol Parisin. Megjithatë, disa vite më vonë Bulica ishte sërish i lirë dhe emri i tij do të shfaqej në një tjetër ngjarje të rëndë. Më 2 shtator 2023, një efektiv policie dhe vllai i tij u dhunuan me shkop bejsbolli në rrugën Besim Alla në Tiranë. Policia arrestoi Blerin Bulicën, ndërsa shpalli në kërkim 4 persona të tjerë. Mes tyre ishte edhe Bekim Bulica, atëherë 31 vjeç. Sipas njoftimit të policisë, grupi ishte konfliktuar për motive të dobta me efektivin Ervin Fanaj dhe vëllain e tij, Bledar Fanaj. Të dy mbetën të dëmtuar nga dhuna. Gjatë kontrollit në banesën e personit të arrestuar në atë operacion, policia sekuestroi edhe 3 eleka antiplumb, veshje kamuflazhi të ngjashme me ato të forcave speciale angleze, një shkop gome të ngjashëm me ato të policisë dhe një sasi lënde të dyshuar kanabis. Edhe atëherë prap Bekim Bulica nuk u arrestua në momentin e operacionit, u shpall në kërkim. Në burimet publike të shqyrtuara nuk rezulton një njoftimi i vonshëm i policisë për kapjen e tij për atë çështje. Më 18 gusht 2026, Bekim Bulica sërish protagonist, në lokalin e tij ndodh një vrasje. Një turist 20 vjeçar erdhi në Shqipëri për pushime dhe u kthye në viktimën e një krimi brutal, ndërsa një pjesë e personave që ndodheshin në ambientet ku ndodhi ngjarja. Dyshohet se në vend që të njoftonin menjëherë autoritetet nuk vepruan në kohë ose ndihmuan në largimin e të dyshuarit kryesor. Policia ka kryer kontrolle në disa qarqe për Bulicën, por deri më tani ai nuk është kapur dhe pikërisht historia e tij e bën të pamjaftueshme që kjo të trajtohet thjesht si një tjetër shpallje në kërkim. Nga Kuksi vitit 2019, kur u desh Franca për ta kapur, te Tirana e vitit 2023, kur u kërkua pas dhunimit të një polici, dhe deri tek Ksamili i vitit 2026, Bekim Bulica është gjendur disa herë përballë kërkimit policor. Këtë herë autoritetet kanë përpara jo vetëm detyrën për ta lokalizuar, por edhe detyrimin për të shpjeguar si një person me këtë histori me drejtësinë vazhdoi të ishte i lirë, të drejtonte një biznes të madh turistik dhe kur emri i tij u shfaq sërish në një dosje penale, të kishte përsëri kohën për të zhdukur.